Përshëndes miq të futbollit me këto pamje të drejt për drejta që vijnë nga Arena e Gnatja në qytetin e Rrogozhinës, java e 4 e Biznes Superiore në një përballje interesante me Gnatjen, që kërkon vazhdimsinë dhe skuadrën e Tiranës, që kërkon kthesën. Java e 4 i vë përballë skuadrat me Gnatjen në kotën e 4 pikëve, ndërkohë që në krahun tjetër skuadra e Tiranës vetëm me 2 pikë, 2 barazime dhe 1 humbje për Tiranën, 1 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje në krahun tjetër për skuadrën e Gnatjes. Minus 1 golevarazhi për skuadrën Rrogozhinase, -2 për Tiranën pas 3 javëve të para të kampionatit. Florian Lata, Felix Kolleshi dhe Mari Glen Lukmani janë gjyqtarët e kësaj sfide, me Ermis Çelajn që do të jetë gjyqtari 4. Ndërkohë në VAR do të jetë Ardian Beqira, i ndihmuar nga Kreshnik Ciabi në VAR, 2 personazhe të cilët do t'i vinë në ndihmë gjithmonë nëse Florian Lata do të ketë nevojë. Do t'jemi me Armando Madro, delegatin, dhe Arjan Malin, vëzhguesin, janë zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilët kujdesen për mbarvajtjen e kësaj sfide, por edhe në vëzhgimin e gjyqtarëve për atë që do të tregojnë në këtë takim të sotëm. Plani parë për Florian Latën, ndërkohë pa humbur kohë do t'ju njohim dhe me formacionet. Këto janë 11 të përzgjedhurit e Edlir Tetovës që luan me Dajsinani në port, Ndreca Xhemali Sota, Hajme Gujem në mbrojtje, Fernando Aleksi në mesfush, Albaneze Selmani në krah të sulmit, me Ruçin pas shpinës së Buric, të gatshëm Kuka, Poçi Aliev Bakayoko, Melo Jahaja, Kryezi Olivera Fangaj dhe Gruda për Edlir Tetovën. Ndërkohë në krahun tjetër për skuadrën e Tiranës, në këtë 11 që tekniku Bordin rikthehet me rreshtimin me 3 në atë që ai ka në filozofinë e tij. Tafas në port, Dembele, Leshe, Valerianos në mbrojtje, Rimal Haxhiu, Vogli, Markus Solere, Vera në pesën e mesfushës, Tabeku dhe Mensa, 2 lojtarët e sulmit. Të gatshëm janë në Kozi, Bastari, Fernandes, Rafael Pacacia, Aba Karabeci, Tare, Falaje dhe Tola për teknikun Roberto Bordin. Gjithçka gati në Arena e Gnatjes. Vjen sinjalizimi Florian Latës me shkelmimin e topit nga qendra nga vendasit. Buric për kapitenin Albano Aleksi me njërin krah në majt tek Ndreca, ndërkohë që kujtojmë Fangaj është në stol, një nga titullarët e skuadrës së Rrogozhinase, dhe me sa duket është Hajme Gujem, ai i cili ka marrë pozicionin e mbrojtësit krahut djathtë në zgjedhjet e teknikut e Edlir Tetova, me një kontingjent të plotë, i gjithë lojtarë në dispozicion për skuadrën Rrogozhinase. Rimal Haxhiu sot luan në 5 nga e majta. Këtu Vogli rikuperon, kërkon përcimin për Soler, Flamuruçi në këtë përplasje me Leshi, ka mbetur i dëmtuar, vjen aksioni Buric, Dembele ndjek pasimin mbrapa, çojmë Ndreca, vjen e majta, mbyll kapiteni Dembele. Dëshojmë nëse ka probleme për Flamuruçi. Duket se asgjë serioze për protagonistin e fitores 1-0 përballë skuadrës së Bylisit, ndaj skuadrës së tij ishte ai që realizoi në atë fitore. Ndërkohë ishte një gabim i prapavijes së Tiranës, ndërkohë edhe një tjetër përplasje mes Leshit dhe Ruçit. Ka probleme dhe për Kleandro Leshin. Gjithsesi ngre në këmbë numri 5 i skuadrës Kryeqytetase, Kleandro Leshi. Do të jemi në rivënie me duar për skuadrën Rrogozhinase, aty ku luan Edison Ndreca në linjën e majtë, do të jetë ai që do të kryejë rivënie me duar. Jep sinjalizimin Florian Lata, gati për të rinisur. Topi gjatë, kërkohet Buric, rryhet me kokë aty. Fernando Ndreca edhe një tjetër. Kthehet topi mbrapa, Xhemali. Ishte Albaneza i që lëvizi nga majta drejt qendrës. Sota nuk ka hapësira, dërgon mbrapa tek Dajsinani. Shkurtimisht për Aleksin. Shohim pozicione.
Ruçi për Buric, ka flamur të ngritur, kemi këtë pozicion e shloje, sinjalizon asistenti, ka e parë për Bordin, shohim lëvizjet shumë të lojtarët e skuadrës e Gnatjes, i ndryshojnë pozicionet, heziton në Valerianos, për kapitenin Dembele, mbrapa tek Tafas, edhe një tjetër Dembele, Lëvizjen e numër 9 Mensah, e ule i mjaft mirë, Mensah e dërgon tek Vera, në krahun e Diaz Vera, edhe një tjetër drejt zonës, Tabeku provon ta kthej jashtë, rivendin fundore i takon Rogozhinasve, provon Tirana dal, por nuk arrin të shfaqet. Albano Aleksi për Sotën, shohim presingun e Tiranës. Në vështirësi Sota, gjen Selmanin, më pas Ruçi. I ndërhyn Henri Marku, rivendi me duar për Gnatjen. Është presingu lart i skuadrës së Tiranës. Pak vështirësi për Gnatjen për dalë në këto çaste. Guejem për Fernando, më pas Albano Aleksi, Ilir Xhemali, tek ai shkon topi. Topi gjati, Destinanit, kërkohet Dreca, ndërhyt me kokë në duelin me Vera, nuk ka faull, Ruçi. Albanese, Ruçi edhe një tjetër, ftohet Guejem, provon të avancoj, Guejem, vje krosimi, Vera e lë për Tafas, kontrollon pa probleme portieri. Por gabuar në nisje, e fitoj topin edhe një tjetër Rogozhinasit, Fernando. Albanese, mbrapa, Sota, kërkohet Selmani. Destinani. Albanese në këtë top të gabuar pa adres, kontrollon pa probleme portieri Tafas. Rimala Gjiu. Tabeku fiton të drejt në kësaj goditje Akondi, e para e sfidës i takon skuadrës së Tiranës. Jaime Guejem, ai që ka prekur topin i fundit. Rimala Gjiu, vjen Arkimi në port, Dajsinani në këndora dërgon edhe një tjetër, rrezikshëm Rimala Gjiu. Nga këndi kërkoi portën, e gjeti saktësisht, por e Dajsinani pozicional me shtyllave. Edhe një tjetër shohim çfarë Arkimi i Rimala Gjiu, është sërish ai nga këndi në të dytën për skuadrën bardhë blu, por me sa duket Florian Lata ka këshillime. Të shohim thuajse të gjithë vendosur në port lojtarët, ata të Tiranës të cilët janë në zonë. Ka probleme me sa duket për portierin Dajsinani. Të shohim, ka patur një përplasje, është dhe një tjetër lojtar i skuadrës së Rogozhinës.
Shohim edhe një herë tjetër, ky është momenti i largimit të parë nga në Rimal Haxhiu dhe largimi i Daj Sinanit në këndore, sa Florian Lada këshillon edhe një tjetër lojtar në zonë gati. Arkimi Rimal Haxhiu, tjetër top i devijuar, këtë herë nga lojtarët e Tiranës. Ka qenë me sa duket Kleandro Leshi. Topi takon portierit Daj Sinani në nivelin fundore, kaloi 8 minutat e para të sfidës. Tirana e rrezikshme me 2 këndore njëra pas tjetrës. Plani parë për Roberto Bortin. Albanese mbyll mjaft mirë Kleandro Leshi. Gjithnjë Leshi vjen në djathta. Kleandro Leshi provon të surprizojë Daj Sinani nga distanca. Jashtë përfundon. Një lojtar i cili ndoshta me skemën e re mund të ketë alternativë, mund të ketë avancime më shumë. Shohim këtu Albano Aleksi për Selmanin. Nuk ka hapësira, kthehet pas Selmani. Sota e dërgon tek Xhemaili. Aleksi, edhe një tjetër. Alian Sota. Selman është Ruçi me njërë drejt burit, Dëryt Dembele, topi shkon tek Selmani, shumë mundësit e Rogozhinasve, Selmani, brenda zonës, pasimi mbrapa, Ruçi, krosimi në shtyllën e dytë, Ndreca, por më shpejt Vera dhe faulli i takon skuadrës së Tiranës. Ideja ishte mirë, Flamur Ruçi të kërkoi shtyllën e dytë në atë arkim të tij, por faulli ndërhyra me një kovonese të son Ndrecës ndaj Verës. Vera lexoi që s'ka mjaft mirë në mbrojtësi kraut. Ansori i djathtë i skuadrës bardhë blu, shohim edhe një tjetër. Ky është momenti. Një hap përpara Ndrecës në atë largim topit. Vera do të jetë tafas në këtë goditje të lirë. Ako shohim edhe stolin e Tiranës, plani parë për Roberto Bortin. Të dy trajnerë në këmbë si Roberto Bortin, ashtu edhe Edlir Tetova. Vera kërkohet Mensa, jashtë vjeve kufizuese topi Xhemaili me njërë drejt Albano Aleksit. Mbrapa tek Daj Sinani, çakullohet topi nga lojtarët Rogozhinas. Xhemaili për Sotën. Top përpara. Sota. Shqetësimin e Soler. Gjësakt albaneze, niset dhe Ruçi për të topit, shojmë Ruçi, Flamur Ruçi brenda zonës, Ruçi! E mbyll Henri Marko e më pas Leshi. Në 2 momente ndërhyjnë lojtarët e Tiranës, mbyllin Flamur Ruçit. Gjithsesi një dalje mjaft e mirë në skuadrës së Ignatiës, ndërsa këto janë tifozët të bardhë dhe blu që nuk mund mungonin sot në Arena Ignatje në këtë sfidë e javës së 4 të Biznes Superiore në mbështetje të skuadrës bardhë dhe blu. Në rivendin me duar Guejem largon Rimal Haxhiu. Xhemaili në duel me Mensan e dërgon brapa, nuk rrezikon Xhemaili me njërë tek Daj Sinani në zonë të sigurt, shkurtimisht pasimi për Alian Sotën. Edhe njërë tjetër, Xhemaili. Të ndërhyjnë Leshi, Ndreca,
Shojmë lëvizjen e Buric, del nga zona, gjen Selmani, Fernando. Vjen kërkësimi i Guejem, goditja me kokë, deviohet topit, shojmë rivënie fundore. Protestojnë lojtarët e Rogozhinas. Ka qenë Dreca sipas gjyqtarit dhe që ka prekur i fundit. Rivënie fundore për portierin Tafas. E lë për kapitenin Dembele, do ta nisë ai topin nga fundorja. Jemi në minutën e 14 në një ndeshje deri në këto momente të barabartë me skuadrat që përveç se janë treguar të kujdesshme, kanë patur edhe momente ku kanë provuar për të marrë iniciativa. Gjithsesi janë minutat e para, zakonisht 15 minutat e para janë ato që gjetë ritmin ndeshjes, kuptohet vendosja kundërshtarit. E gjithçka tjetër nga lojtarët e të dy skuadrave. Ndoshta pas 15 minutave të para dhe trajnerët mund të kenë ide më të qarta edhe për kundërshtarin në fushën e lojës. Sota Buric gjen mjaft mirë Ruçin. Përballë tij është Valerianos, Ruçi provon të kalojë, Ruçi brenda zonës! Flamur Ruçi! Çfarë kalimi! Por shërbimi nuk ishte ai duri. Edhe një tjetër problematik Flamur Ruçi. Beratasi, Fernando, vjen arkimi, Valerianos. Ruçi mbrapa tek Sota. Për të parë edhe një tjetër ai moment, ai triplimi Ruçit me sa lehtësi depërtoi në zonë. Sota. Kod Ruçi sërish nuk ka faull, diçka rregull, thot kryesori. Marku. Kod nisë Rimala Gjiun, por pasimi është i gabuar, jashtë zhvillave kufizuese në rivënieve duar. Edhe një tjetër shohim Flamur Ruçi me sa elegancë kalon kundërshtarit. Por më pas ai shërbim nuk është i duri. Shohim tu goditja! Ja shkon! Shpërdoron Buric. Çfarë mundësie! Shohim edhe një tjetër. Buric nuk e gje kuadratin tek Tirana, kërkua një pozicion e shloje, por një mbrojtje vendosur jo mirë me Valerianosin më i tërhequr. Ndërkohë shohim Tetovën që nuk ju beson asyve, nuk i beson asaj që ka humbur sulmuesi i tij. Në top drejt Rimala Gjiu, ndërrim me kokë, Aleksi. Selmanin, por është i gabuar pasimi, kontrollon Tafas. Dembele. Zbret Tabeku, kërkon Mensan, lëvizja e sulmuesit nuk është e dura. Topi edhe një tjetër nga Rogozhinasit, Dajsinani, Tabeku për singun, Aleksi me qetësi e siguri në prapa vijën Rogozhinas se arrin të dalin me pasimet sakta, nxjerrin topin nga prapa vija e tyre. Albaneze, edhe një tjetër Hajme, e dërgon tek Dreca, pritet arkimi, Edison Drecës është i gabuar. Vetëm rivënie fundore i dëshpëruar Dreca për atë arkim. Topi takon Tafasit në rivënie fundore.
Tjetër top që shkon brava tek Tafës, si shkelmon edhe një tjetër të gjysmë fushës kundërshtare, Mensah Xhemali. Topi takon skuadrës së Rogozhinase. Sota. Albano Aleksi. Rrit me kokë Vera, tjetër top që shkon në shvjeve kryzuese, tashmë takon skuadrës Rogozhinase, rivende me duar Fernando Aleksi, edhe një tjetër për Fernandon. Gjensakt Guillem, vje goditja, jashtë përfundon e djatha Jaime Guillem. Topi gjati, portieri Tafas. Rrin Mensah me kokë, Ndreca. Niset Albaneze, pasimi saktë i Ndrecës, Albaneze provon ty në zonë, Albaneze. Dueli me Leshin. Leshi vjen kërsimi Albanezës. Soler. Rrin Aleksi, ka falli, takon skuadrës Rogozhinase, ndërhyrje e gabuar në Albano Aleksit. Kapiteni Rogozhinas. Shumë edhe një tjetër, ky është momenti, Selmani pran topit, bashkë me të edhe Albaneze. Plani parë për Grudën dhe gjithë pjesën tjetër të solit të skuadrës Rogozhinase. Që në këtë moment, Vogli Rimal Haxhiu në murin mbrojtës, Selmani Albaneze. Vjen kërësimi Albanezës, mbet aty topi, goditja, Elian Sota mbyllet nga ana Soler, i vënë me duar për Rogozhinase, të cilët mbetet në fazën sulmuese. Ja Soler, mesfushori i skuadrës së Tiranës në nevojat e ekipit, luajt edhe në qendër të mbrojtjes. Fernando. Kombinimi Xhemali Aleksi, edhe një tjetër Fernando, tjetër top përpara, fiton duelin Valerianos ndaj Buric. Tu Aleksi me Soler del fitues, por Vogli është ai që kontrollon, nuk arrit të dalë. Albaneze. Aleksi. Sota. Aleksi Albaneze. Shumë Turuçi, Buric, vjen goditja, Tafas. Spektakular, për ka një flamur të ngritur. Tafas, vendimtar, lexon gjithçka mjaft mirë portieri i Tiranës. Kjo është momenti, pozicionit jashtëloje, se duket Flamuruçit. Po të jetë Tafasi.
topi gjatë i tij. Haxhiu për Soler, ndjek Aleksi. Jashtë vjerë kufizues e topi. Në duelin mes numrave 6 ai Ignatius del fitues. Leshi, Dorin me kokë, Fernando. Aleksi. Dreca. Topi gjatë Buric. E ul tek Fernando, i ndërhyll Leshi. Gujem del fitues, edhe një tjetër topi për skuadrën Rogozhinës, Ruçi, Selmani. Se Selmani zhvendoset drejt qendrës loja. Sot do dërgon mbrapa tek Xhemajli. Goditje e lirë për Rogozhina, si në një pozicion ballor me portën, mundësi e mirë. Shohim Selmani së bashku me Ndrecën, 2 mëngjerash, 3 lojtarë në murin mbrojtës, cili prej tyre do të provojë Dreca lë topin për Selmani, Selmani goditja! Rrezikshëm Selmani. Kastriot Selmani me një dëmajt të rrezikshme. Shumë pak mbi kuadratën e portës përfundoi goditja, topi i goditur prej Selmanit. Për Tafasin ka nevojë mjekësore dhe shkon me njërë stafi mjekësor i skuadrës të Tiranës, ndërsa Roberto Bordin kërkon lojtarët e tij pranë për të në udhëzime. Ndërsa Tetova kërkon kapitenin, liderin e skuadrës të Rogozhinës. Diskutojnë të dy Tetova dhe Albano Aleksi, tashmë udhëzime të reja. Tafasi nuk ka asgjë serioze, do të vijojë tjetë mes shtyllave për skuadrën e Tiranës, ku topi gjatë, Tabeku nuk arrin, Gujem lehtësisht e dërgon brava tek Xhemajli, tjetër aksion i mbetur në tentativë për skuadrën e Tiranës. Topat e gjatë, asgjë nuk përfundon. Tiranë që ka të vështirë të dalë përpara, e kemi parë vetëm nëpërmjet 2 goditjeve standarde, 2 goditjeve nga këndi të shfaqet në anën e Tajsinani dhe një tentative nga distanca të Kleandro Leshit që shkoi jashtë kuadratit. Këto kanë qenë përpjekjet e vetme të Tiranës për të shfaqur në zonën e Tajsinanit. Por që Ignati është më prezente, më konkrete, luan në mirë skuadra Rogozhinase. Sa këtu gabon albaneze Rimal Haxhiu, çon të dalë të bardhë bluve Rimal Haxhiu. Për Soler, niset Vera, kërkohet me njëra ai, mjaft ky pasimi, Vera, është Vogli, çfarë u bet?
Vjen goditja Verës. Vogli, çfarë mundësie. Spektakular, dalja e parë, një aksion model në ndërtim kundër sulmi interpretuar mjaft mirë, por finalizimi mungoi. Fernando Buric, vjen golin kam tjetër, shënon Egnatia, minuta 28, gjen rrugën e rjetës Buric, nga kundër sulmi në sulm për Rogozhinasit, dhe finalizohet gjithçka nga ana e Buric, nga njëri krah në krah tjetër. Nuk arrit të realizoj Tirana, shënon Egnatia në sulmi pasardhës në vijimin e atij aksioni. 1-0 vendasit, gjen avantazhin. I dëshpëruar Roberto Bordin ju afrua golit, paqi gjithçka të shpërndërojë nga të tjerët. Do të shojmë edhe një tjetër momentin, se duket gjithçka e rregull edhe përse për këtë pozicionit. Shojmë ky pasi për Fernandon dhe gjithçka e rregull të Buric, vrastar në zonë. 1-0 shënon Egnatia, por nga i rasti humbur i Voglit te goli i skuadrës Rogozhinase. Albanese, Darin Valerianus me kokë, Mensa, Vogli, Albanese, edhe një tjetër Rogozhinasit, Albanese, shojmë reagimin e Tiranës për vot tashmë të ngrihet skuadra e Bordin. Topi gjatë i Desinanit, gjen sakt Buric, shkon topi tek Selmani, mbyllur i Malaxiu, kemi goditje nga këndi, është e para për Rogozhinasit, që tashmë janë më të lirshëm pas golit të shënuar. Plani parë për Buric, autorin e golit. Arkimi, goditja dhe shtyll, tjetër tentativ jashtë. Çfarë mundësie Rogozhinasit pranë golit të dytë, Elios Sota e Buric. Çfarë mundësie. Shohim edhe një tjetër momentin. Arkimi, goditja me kokë. Buric e Xhemali. Fillimisht Buric e më pas Xhemali, këtë herë pa fat Statlarti. Topi u ndal në shtyll. Dembele pas siguri Buric i mbyll mjaft mirë aty Marku. Gabon kapiteni, por i vjen ndi Marku, që kërkon gjetë tabe kur i Malaxiu nuk e ka topin kontrol brenda vetë vizues. Gjithsesi rivëlemetuar i takon Tiranës. Marku. Kemi faul, ndërhyrje gabuar dhe Buric, goditje lirë. Topi takon vendas. Do që Florian Lata këshillon Albano Aleksin. Desinani, tjetër topi gjatë, kërkohet Buric, ndërhyn Dembele, Ruçi, Albanese, Fernando,
Brava tek Gjemajli. Sota. Edhe një tjetër topi shkon tek qendër mbrojtësi Ruçi. Brava tek Dajsinani. Gjen saktësisht Gjemajli. Kanë topin kontroll lojtarët vendas. Gjemajli. Fernando. Vot këto mëson Buric me kot! Ja shkon! Edhe një tjetër Buric. Nuk e gjen kuadratin e portës. Në një tjetër mundësi mjaft mirë me një tjetër arkim që vjen nga krau. Nuk arrin të finalizoj këtë herë Buric. Nikola Buric, kroati, 28 vjeçar, ish lojtari i Lokomotivës së Zagrebit, Rudes, Legnano Salus, Novara, Koper, Domžale dhe pjesë e skuadrës së Ignatiës. E nisi me skuadrën e Domžales, ku në 4 ndeshje realizoi një gol. Ndërsa kjo është sfida e 4 dhe goli i parë me skuadrën e Rogozhinës. Kjo është karriera e 28 vjeçarit. Këto për Albanezën brenda zonës albaneze. Majta ndërrys portieri Tafas. Vion aksioni Selmani. Tjetër arkim. Tafas edhe njërë tjetër. Qojmë ka faul në sulm nga skuadra Rogozhinës. Ndërkohë që përse përket sulmuesit kroat Nikola Buric, 2 sezonet e tij më të mira ka qenë tek Ludesh në 2020-2021, ku në 7 sfida ka shënuar 7 gola. 7 gola gjithashtu në 2021-2022 tek Legnano Salus ka riducionoi 7 gola në 33 sfida. Këtu nuk arrin Dreca ta kthej topin, shkon jashtë vijave kufizuese, rivendje fundore, mbyllet dhe minuta 36 e kësaj përballje, shifrat 1-0 për Rogozhinasit. Goli Buric nga minuta 28, ndërsa shohim stafin e skuadrës Rogozhinase. Vjen një tjetër krosim, Ruçi. Kemi goditje Akëndi, nuk arrin Flamur Ruçi, gjithsesi rrezikshëm, shumë i lëvizshëm Flamur Ruçi. Ka sjellë pak panik për prapa vjen e Tiranës. Në disa momente, kujtojmë njeriu ndeshjes në sfidën e fundit për skuadrën e Rogozhinës në kampionat. Edhe një tjetër, e dyta goditje nga Akëndi për Rogozhinasit, 2-2 numër goditjeve nga Akëndi. Jaime Guillem shkon spanjolli për të arkuar. Vjen arkimi, gështon edhe një tjetër Tafa, Selmani, goditja. E gabuar larg kuadratit, rivendje fundore për portierin Tafas.
Shkurtimisht për Dembele. Tabeku një hije për minutat e zhvilluara të kësaj sfide. Tabeku gabon atë top për Soler, kontrollojnë Rogozhinasit. Shohim Tirana nuk del dot nga gjysmë fusha e saj. Fernando. Kërkohet Ndreca, por topi shkon tek Tafas, kontrollon në portieri që dërgon me njëherë tek Valerianos. Mbylli mjaft mirë Rogozhinasit, ishte Selmani. Nuk ka hapësira për lojtarët e Tiranës, të cilët edhe një tjetër e kanë vështirë të dalin. Do të jetë Valerianos në rivënim me duar. Topi përpara, Tabeku. Tashmë takon Rogozhinas ve rivënim me duar. Ajme Gujem. Sota. Mbrapa dërgon topin tek Dajsinani. Topi gjatë i Dajsinanit. Kartoni vert për Edison Drecën. Se duket ka patur një bryll të zgjatur drejt Vera. Dhe kemi kartonin e parë të verdh sfidës që është për Edison Drecën. Ky është momenti i fallit të sinjalizuar nga ana Florian Lates dhe kartoni verdh. Dajsinani. Topi gjatë për para, nuk arrin të largoj si duhet Rimal Laxhiu, Selmani në duelin me Laxhiun. E mbyll Laxhiu dhe rivënë me duar i takon pikërisht skuadrës së Tiranës, pasi ishte Selmani që preku i fundit. Laxhiu nuk po arrin të përshtatet si duhet në atë pozicion, në 5 nga e majta. Mensa. Kërkohet Tabeku në duelin me Xhemailin. Tabeku shohim ka fall, por edhe flamur të ngritur. Fillimisht Lata akordoi fall, por edhe flamur i ngritur për pozicionin e shlojë, ndërsa Albanese ka mbetur i dëmtuar me njëherë në këmbë stafi skuadrës Rogozhinas. Shohim se ka probleme për sulmuesin e krahut tek Rogozhinasit. Nuk ka probleme për të ngrihet në këmbë. Do të rinis gjithçka me topin që i takon vendasve. Xhemaili. Gujem. Gjensak të Buric. Buric brenda zonës. Buric. E majta! Buric! Edhe një tjetër nuk gjen kuadratin.
sulmuesi Buric me sa lehtësi arrin të vjetë pozicion goditës. Shohim edhe një tjetër, kontrollon topin, lëvizjet dhe më në fund të goditja. Pas vështirësi ndoshta në mbulimin e Buric prapa vija e Tiranës, ndërsa shohim këtë moment të ndalesës lojës, diçka ndoshta ka komunikuar me sistemi VAR kryesori Florian Lata, kujtojmë Ardian Beqiri së bashku me Krishtik Ciapin, sa këtu del dhe kontrollon pa probleme Dajsinani, shkurtimisht për Xhemailin. Minuta 44 është duke u zhvilluar. Albano Aleksi kërkon Soton, vënd ta shqetësoj Rimal Xhiu, dikur i shok skuadre tek skuadra Apolonisë Fierit. Vera e dërgon brapa tek portieri Tafas, pak shqetësi për Tiranën. Tafas për Dembelen me njerë. Soler për Rimal Xhiun, nuk kuptohen mes të dyve. Tako që Valerianus komunikon me Roberto Bordin, ndërsa Albaneze këtu shohim këtë dalje në duelin me Leshin. Provon ta mbyll Leshi, vjen me shpejtësi aty edhe Valerianus. Goditja nga këndi në këtë minutë të fundit të pjesës parë, kohës rregull e treta për Rogozhinasit. Selmani shkon në këndore të shohim çfarë do të sjell. Një minutë shtesë nga ana e gjyqtarëve. Kemi këtë skemë, Albano Aleksi, Selmani edhe një tjetër, vjen Arkimi, Buric në rjetë, me sa duket është Flamur Ruçi. Është Flamur Ruçi, edhe një tjetër gjen rrugën e rjetës. Flamur Ruçi. 2-0 Eknatja shënon Flamur Ruçi. I jeshtur e të lirë të tova. Një interpretim mjaft i mirë goditjes nga këndi. Shohim nëse pozicioni ka qenë i rregullt apo jo, pasi ka pretendime me sa duket tek Tirana, por gjithçka e rregullt bën me shenjë për gol të rregullt Florian Lata. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti. Edhe një tjetër ka qenë Flamur Ruçi, por të shohim nëse është apo jo i rregullt pozicioni i Flamur Ruçit, autorit golit. Kujtojmë shënoi ndaj Bylesit, goli i tij dha fitoren. Ndoshta është një gol i cili mund të kërkojë edhe një vëzhgim të hollësishëm nga dhoma e VAR. Shohim dy kapitenët, Florian Lata diskuton me të dy. Ndërkohë minuta e vetme e shtesës ka përfunduar. Tani parë për Flamur Ruçin. Të shohim për gjyqtarët e fushës gjithçka e rregullt përsa i përket golit. Të shohim cili do të jetë komunikimi Florian Latës me VAR-in, nëse ka qenë apo jo i rregullt goli. Gjithçka pritet nis nga qendra dhe fjala është për VAR-in, do të konfirmoj golin, do të konfirmoj pozicionin e rregullt. Gjithsesi, interpretimi ishte fantastik i asaj që skuadra Rogozhinase kërkoi dhe gjeti golin me Albano Aleksin që shkoi për të bërë atë kombinime. Selmani në arkimi i tij ishte i dur në qendrën e zonës. Ndërsa jemi në pritje të shohim Florian Lata
vion tjetë në komunikim e varit, duhet pak kohë ndoshta për të vendosur qartësisht vijën dhe shoj ka pozicione shloje. Ishte një komunikim i gjatë mes varit dhe Florian Latës. Fernando Vera. Kjo dalje skuadrës së Tiranës, Arkimi, mbyll Aleksi. Më pas Fernando Ndreca, nuk ka më kohë, thot Lata, mbyllet pjesa e parë, 1-0 për skuadrën Rogozhina, se vendos goli Burić në minutën 28, një Fernando Xhemaili. Albanese djathtë! Çfarë goli! Albanese! Spektakolar, minuta 48. Shënon golin e dytë skuadra Gnatje, spektakolar, Albanese. Pak hapësirë gjeti, i menjëhershëm. Ajo goditje fantastike. Shohim dhe dëshpërimin e Tafas. Tashmë gjërat bëhen edhe më të vështira për skuadrën e Tiranës, 2-0 rezultati. Albanese spektakolar në atë realizim për të parë edhe një tjetër. Shohim marrjen e topit, metrat që përshkruan i pa mbuluar, e më pas kjo goditje që fillimisht për plasën e tokë dhe për portierin Tafas bëhet më e vështirë. Pacacia me këtë krosim del dhe kryshton ndaj Sinani. Valerianos, tjetër top drejt zonës, Ryd Xhemaili. Mbajnë edhe një tjetër lojtarët e Tiranës, Leshi, Marku. Mbrapa tek Vera për Tafasin e dërgon ai. Del skuadra e Gnatjes, Tirana provon të marrë pozicionet, lojtarët shkojnë në vendet e tyre, Marku. Kërkohet top i gjatë për Tabeku. Ka kontrol, për ka dhe faull nga ana e Sotës në një pozicion të mirë goditës për portën. Kërkon shpjegime tek Florian Lata Sota për atë faull. Nuk është dakord me vendimin e gjyqtarit gjithsesi. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti. Tre lojtarë në murin mbrojtës, pranë topit Rafa e Pacacia. Shohim çfarë do të sjellë kjo goditje lirë për skuadrën e Tiranës. Pacacia, vjen sinjalizimi e Majta, ja shkon e Pacacia Gjorgjanit.
shpërndimin në rivënin me duar, Pacacia. Buric, Aleksi, i pasim për Gruda në duelin me Leshin, Gruda! Nuk ka 11 metrë, gjithçka e rregull, thot gjyqtari. Vion lojën. Gjithçka e rregull pranë aksionit Florian Lata, ndërkohë që Gruda po gjithçka mirë deri në finalizim. Kërkon Lata që të presi Ruçin. Shohim edhe një tjetër momentin, Gruda. Ndoshta mund të kemi një ide më qartë nga kjo pamje. Gjithçka e rregull në atë vendim, edhe një tjetër skuadra Rogozhinase, Tafas. Përpara se albanezët devionte drejt portës, nis Pacacia në Tafas, Pacacia. Ftohet Leshi. Rafa. Vera. Leshi edhe një tjetër. Soler. Umbet dueli mes dy kundërshtarëve, nisi edhe një skuadra Rogozhinase, Gruda. Albano Aleksi. Ruçi. Fernando. Mbrapa topi tek Xhemajli. Aleksi. Sota, Aleksi sërish. Edhe një tjetër Sota. Xhemajli. Shkon topi mbrapa tek Dajsinani. Vion qarkullimi topit nga Rogozhina si Xhemajli, gjen mjaft mirë Ndrecën. Shohim aftësinë që ka Ndreca. Nuk arrihet ai pasimi pas Tafas, Fernando. 3-0 për golin nuk vlen. Kemi pozicione ashloje. Shën edhe një tjetër, ky është momenti nisjes së parë nga ana e Ndrecës. Dhe këtu dukshëm i avancuar Ndreca. Edhe drejt gjyqtarët kanë sinjalizuar pozicionin e shloje. Dhe vimi aksionit nuk fleti. Leshi, mbrapa tek Tafas. Vion Tirana tas vështirësi edhe në këtë pjesë të dytë. Nuk arrin të dalë presimu i Ignatis. Nuk e lejon miqt të organizohen për të krijuar përpara Valerianos për Tabeku në duelin me Soton. Tabeku vjen kontrollin topit, vjen Hakimi. Nuk shërben si duhet. Gjithsesi Vera vjen kontroll, nuk gjen Pacacia dhe albaneze dhe Pacacia mbyll Gjergjani dhe ka të drejtë në rivënies me duar. E dërgon me njërë mbrapa të Kleandro Leshi. Marku Valerianos. Soler. Nuk ka faull, gjithçka e rregull këtë. Tabeku provon të kaloj, ndalet në mënyrë të parregullt. Nga në Spanjolli, Jaime Guillem, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës. Shkon dhe një tjetër Pacacia. Provojnë të shpëtjapin shkëndia e bardhë blu. Luhet minuta 56 edhe një tjetër kjo ndalje në mënyrë të parregullt të Tabekus.
dal lojën Florian Lata për shkak të Tymi tashmë që është i prezent në fushë krijuar nga tifozëria e skuadrës së Tiranës. Të shohim do të dalë lojën, ndoshta ka dhe zjarr në një pjesë të stolave të stadiumit Arena Ignatia. Dhe ndoshta do duhet dhe një ndryrje e zjarrfikësve në këtë moment. Afrohen si forcat policore, pashtu edhe pjesëtar të stafeve respektiv. Kjo është situata par nga pamje pasporte, kamera vendosur pasporte të skuadrës Rogozhinase, ndërsa Lata diskuton me Soler. Pris vërtetës si pjesë e Tymit tashmë ka përfshirë edhe fushën e stadiumit Arena Ignatia në këtë mënyrë, edhe për këtë fakt, sakt është arsye kryesore që Lata, pasi është pak e vështirë për t'u dalluar edhe me sy të lirë, por edhe për pjesën vizuale nëpërmjet kamerave dhe transmetimeve. Shohim se sa do të zgjasë kjo ndalesë e lojës nga ana kryesorit Florian Lata, por gjysmë fusha e Tiranës është pushtuar nga Tymi. Plan e parë për portierin Tafas, cili ndoshta ka dhe probleme nga prezenca e Tymit. Shohim, ky është kjo është pamja e qartë, e vështirë për t'u dalluar në pjesë e mirë e fushës. Vizualisht është e pamundur të transmetohet me këtë Tym të pranishëm. Shohim, nuk duket një pjesë e mirë e fushës nga kamerat. Jemi gjithë në pritje se çfarë do të ndodhë. Lojtari Lata ka ndaluar lojën, lojtarët vijojnë të jenë në fushë, ndërsa tek Tirana ka gati lëvizje të tjera, tekniku Vortin. Por jemi në një moment pauze, është diku tek minuta e 55. Këto janë pamjet. Është e vështirë. Regjia na mundson disa nga momentet. Ky është goli i anulluar. Shohim pozicionin jashtë loje të Flamuruçit në golin e pjesës së dytë. Në fundin e pjesës së parë ishte goli i dytë për skuadrën Rogozhinase, ndërsa ky është goli i albanezes.
Shohim është pastruar një pjesë, por vjon të ketë prezencë tymi në Arena Ignatia. Tani parë dhe për miqt, për zyrtarët me në krye presidentin e skuadrës së Tiranës, Refika Lili. Gati 7 minuta nga kjo ndërprerje. Të shohim vendimi që do të marrë Florian Lata. Gati Airullah Tola tek skuadra e Tiranës, por me se duket do të kemi një rifillim të takimit. Kujtojmë jemi me një goditje të lirë ku Tabeku ndalë në mënyrë të parregull nga ana e Hajme Gujem nga Etmajta e sulmit të Tiranës, aty ku Rimal Haxhiu do të ekzekutoj plani i parë për Florian Latën, i cili ndoshta diskuton edhe me asistentët me ndihmësit e tij, dyshja e VAR, me të gjithë aktorët për shkak të edhe të pamjeve, dhe duke se do të rinis tashmë vjen sinjalizimi rreth 8 minuta nga kjo ndërprerje. Arkimi në qend largon aty, grushton ndaj Sinani dhe kemi goditjen e tretë nga këndi për skuadrën e Tiranës. 3-3 numri i goditjeve nga këndi. Ka nisur pikërisht me goditjen e lirë të skuadrës bardhë dhe blu. Tashmë gjithçka është kthyer në normalitetit në stadiumin Arena Ignatia. Të shohim pacacia në goditje nga këndi. Vjen Arkimi, goditja shkon jashtë, ishte Henri Marku, nuk e gjeti portën. Henri Marku në vend fundore për ndaj Sinanit. Gati lëvizja, do të lërë fushin e lojës Soler, kapiteni, në vendin e tij është Tola. Shohim do të jetë Rimal Haxhiu ai që do të marrë shëritën e kapitenit tek Tirana. Shkurtimisht ndaj Sinani për Xhemailin. Albano Aleksi e dërgon mbrapa tek ndaj Sinani edhe një tjetër Xhemaili sërish. Shohim Flamuruçi. Albanese lëviz mjaft mirë, ka faull, thot asistenti, goditje e lirë. Problematik Albanese, por prapa vije në skuadrës së Tiranës Alessandro Albanese. Fernando pran topit, një mundësi e mirë për skuadrën Rogoshinase për të rrezikuar në kërkim të golit tretë në këtë standarte. Vjen sinjalizimi, Fernando jashtë shkon, jashtë përfundon ajo tentative Fernandos. Nxiton Tafas shkurtimisht me Kleandro Leshin. Yll Albanese, edhe një tjetër Kleandro Leshi. Por Vera nuk e kanë kontrollin e topit, gabojnë edhe një tjetër bardhë blu. Dreca me këtë top në rrim Buric. Tola, Rimal Haxhiu.
Provon dalë Riban Laxiu për Tabeku. Sota i vendosur mjaft mirë. Vera Buric që shkakton faul, goditje e lirë për skuadrën e Tiranës. Vogli ndërhyn Sota, vendimtar Elion Sota, e katërta goditje nga këndi. Vjen ky kërësim, po lëvizjen e dur, Ndrenca e lë topin të shkojë jashtë vijave kufizuese në rivendjen fundore. Alexi me këtë top për Fernandon. Vjen pasimi drejt zonës, të mbyll Vera. Provon dal vetë Argentina, si mbrapa kthehet Rafael. Tabeku. Ndrenca në rivendin me duar. Alexi. Gruda. Brava, dërgon të këtaj Sinani që akullon topi skuadra Ignatias. Tirana e ka të vështirë, jo vetëm të ushtroj pressing, por edhe të organizohet. Alexi Sota. Albanese me shumë elegancë arrin të kalojë kundërshtarin. Ruçi, Vismir edhe ai, vjen kërësimi me të majtën, Vera ndërhyn me kokë. Tabeku kontrollon në duelin me Alexin. Kërkohet fall Tabeku, gjithë Tabeku, arrin të kalojë mjaft mirë Tabeku i drejtohet zonës, Tabeku me forcë arrin ta mbajë topin, nuk vjen goditja, kërkohet fall, diçka e rregull, Xhemaili e dërgon te Gruda. I dëmtuar është kapiteni i skuadrës së Ignatias Albano Alexi. Tola rifitojnë edhe një tjetër bardhë dhe blut. Vogli. Gjithë Vogli kërkon hapësirën e goditjes. Vogli Pacacia. Zhvendoset nga qendra. Mbrapa topi. Marku. Rafael. E ndalojnë këtu Florian Lata dhe shkon pranë Albano Alexit, i cili ka mbetur i dëmtuar në nisjet e aksionit të Tiranës në një përplasje me Tabekun. Shem edhe një tjetër, ky është momenti. Ka patur një shkelje nga ana e Tabekus.
ngret në këmbë kapiteni. Vera Pacacia, edhe një tjetër Vera e merr si duhet topin për Pacacia pasimi, gjithje Pacacia kalon mirë me strakundështarve, kërkon të ribloj dhe Fernando Ndreca e mbyll Mëngjarashi dhe me zgjuarsi fiton rivendin fundore. Edison Ndreca kthehet në fushën e lojës. Albano Aleksi nuk ka probleme për kapitenin, do të vijojë të jetë në fushë. Shojmë Buric, në dueli me Markun, vjen krosimi Buric, Valerianos largon, Flamurucci, Fernando, Albanese, Rucci, i ndërhyn Valeriano, rivende me duar për Ignatien. Edhe njërë vështirësi për mbrojtjen e Tiranës, por këtë herë janë Rogozhinasi që nuk tregohen efikas në fasën sulmuese. Gjemajli, Fernando, Sota, Gjemajli edhe njërë tjetër. Sinani kontrollon edhe njërë tjetër për Rogozhinasit. Aleksi. Askush nuk e prek edhe top nga Jaime Guillem, rivende me duar për Tiranën. Minuta 75 luhet, ndërkohë që Fernandez do të jetë në fushën e lojës, gjithashtu dhe Melo. Fernandez do të marrë vendin e vogël tek skuadra e Tiranës. Ndërsa të shohim do të jetë numri 27 Olivera Jefferson. Gjithashtu dhe Rucci largohen të dy, Ndreca e Rucci, Jefferson e Melo. Largohen dy lojtarë shqiptarë dhe futen dy të huaj. Nuk dela e goditje Fernandez. Melo kërkon me njërë Albanezën, del dhe kontrollon portieri Tafas. Rivende me duar për Rogozhinasit. Sota mbrapa tek Dajsinani. Gjemajli. Edhe njërë tjetër Dajsinani.
Alexi Fernando. Melo gabohet në të pasim. Valerianos arrin të kaloj mjaft mirë, gjithje Valerianos, ky pasim për Tabeku, vion lojën gjyqtari, por sinjalizon pozicionin e shloje. Më i avancuar Tabeku, gjithsesi për një moment u la vijimi lojës nga ana e gjyqtarëve. Guem, ndërhyn Valeriano, Sota, Albanese, spektakular, Gruda e marrje topit, Gruda! Në atë përplasim me Marku kemi karton verdhë për lojtarin e Tiranës. Do shkohet me kartonin e verdhë dhe Marku. Nga ana e kryesorit Florian Lata. Shohim edhe një tjetër, një faul i qëllimshëm. Ajo mbajtje nga Fanella, e më pas përplasja mes Grudës dhe Markut. Goditje lirë për Rogozhinasit, Fernando e dërgon pas Gjemajli. Provon krosimin Fernando. Alexi, Sota, Melo, edhe një tjetër për Elion Sotën. Shohim Tiranën e tërhequr me Ignati që administron, qarkullon. 74-26 ka qenë qarkullimi i topit në 45 minutat e para, por në vijim do të njohim edhe me statistikat e kësaj sfide. Tirana që nuk goditi asnjë kuadratin 45 minutat e para. E ti që edhe në këtë pjesë të dytë, ndërsa këtu nuk largohet si duhet topi, pas kjo goditje Fernandos devijohet nga Marku dhe kemi goditje nga Këndi, e katërta barazohet numri i goditjeve nga Këndi. Në këtë moment ishte Marku ai që e devijoi, shkon me njëherë Fernando, kur kronometri shënon në fundin e minutës së 80 dhe 10 minuta të mbetura, por do të kemi një shtesë besoj të konsiderueshme për shkak se rreth 8 minuta u ndërprer ndeshja për shkak të tymit që pushtoi stadiumin Arena Ignatia. Kjo goditje e Grudës shumë e dobët për të harruar ajo tentativë e Ili Grudës. Gjithsesi me sa lehtësi në zonën kundërshtare shfaqen lojtarët e Rogozhinas dhe kanë të lehtë për të goditur. Topi qatë i Tafas, ndërhyn Jefferson. Marku, Pacacia, Tabeku, Pacacia. Kërkohet Rimala Gjiu, kapiteni brenda zonës, Rimala Gjiu. Nuk e merr si duhet, provoi të tepërtonte vetë Rimala Gjiu. Dhe me sa duket do të jetë lëvizja e radhës për teknikun Bordin. Sinani qetësisht nuk nxitohet. Gjen pasimi për Albano Aleksin.
Avancon Aleksi, Melo, Gruda, shojmë gjithje Gruda, avancon vetë Gruda, vjen krosimi, në shtyllën e dytë Jefferson e Vera, vjet kontroll Jefferson, gjithja i ndërhyr Rimal Haxhiu, rivendin me tuar. Melo, Aleksi, Albanese. Vera në rivendin me duar, topi takon skuadrës bardhë dhe blu. Ndërhyn me kokë aty Jefferson. Gjemajli. Dajsinani. Rrezikon shumë Dajsinani. Por Gjemajli rikuperon Rafa. Goa topi prekur me dorë, vjon lojën gjyqtari Tola. Ftohet Valerianos. Tola edhe një tjetër. Leshi. Vera. Albanese prek topin i fundit, ndërvendon me duar për Tiranën, kërkohet Tabeku. Rimal Haxhiu. Brenda zonës Rimal Haxhiu provon Çerbej, mbyll Sota. Edhe një tjetër i pakalueshëm Elion Sota, një tjetër ndeshje e vlerësuar mjaft mirë për Elion Sotën. E pesta goditje nga këndi për Tiranën. Vjen Arkimi, është i lartë, Dajsinani ka gjithçka në kontroll. Në atë arkim të Pacacia dhe provon nis me shpejtësi Fernandon. Mbyll mjaft mirë Vera. Pas të Rafael e ul topin, e kontrollon ai. Pacacia. Kalon mjaft mirë me elegancë Rafael sërish. Ky pasi për Tolën. Tabeku. Nuk vjen goditja Tabeku. E dërgon tek Vera. Rafael. Leshi. Marku provon të avancoj vetë, Marku e ndjek Buric. Fernandez. Jahaja bëhet gati për skuadrën e Ignatius. Valerianos. Tola. Leshi edhe njerë. Gabon pasim Buric me njerë për Melon. Shojmë mundësin e Ignatius, Melo e ndjek Valerianos, ky pasim dhe të shojmë ka karton të kuq për Marku në duelin me Grudën. Tirana me një lojtar më pak, Marku dëshkohet me kartonin e kuq, një karton i kuq direkt për Marku, edhe pse ishte i ndëshkuar me kartonin e verdh, dëshkohet me kartonin e kuq në minutën e 86 ai dhe ka faul në favor të skuadrës së Ignatius në një mundësi mjaft mirë për gjetur golin e tretë në një pozicion ballor, mundësia është ideale. Shohim këtë situatë i menjëshëm kartoni kuq. Marku lë fushin e lojës. Shohim Markun që i drejtohet domave të zhveshjes. Dhe do të jemi në këtë goditje të lirë për skuadrën Rogozhina, se Fernando, Jefferson, 4 lojtarë në murin mbrojtës, një i shtrirë. Masa dhe marra nga portieri Tafas, pozicioni është ideal për gjetur kuadratin e portës. Diçka më shumë se 16 metra.
Fernando Jefferson albanezët, çojmë cili prej tyre do të godas. Largohen të gjithë dhe mbetet Fernando. Të shohim. Latën, i cili vendos disa shenja. Vjen sinjalizimi, niset Fernando, e gabuar goditja e Fernandos. Gabon Fernando në atë tentativ plani parë për brazilianin. Topi gjalli Tafas. Fernandes. Ka faul, goditje e lirë. Poçi e Jahajaja, gati. Largohet Buric, autori i golit parë, një pjesë e parë e mirë, një pjesë e dytë thuajse njëhe Buric, Jahaja në vendin e tij. Ndërkohë që lë fushën e lojës edhe albaneze dhe vendin e tij e merr Poçi. Gruda, tjetë televizje e mire Grudës. E ka dhënë tjetër shpejtësi sulmit e Gnatjes. Gjemajli. Topi gjatë për para. Nuk arrin lojtarët e Gnatjes, ishte spanjolli Jaime Guillem, niset Tabekut, shohim ka faul Gjemajli. Nuk interesohet as pak për topin, por vetëm të ndalë Tabekun dhe me drejt ndërshkohet me kartonin e verdh nga ana e gjyqtarit. Gjemajli. Rafael. Vjen kjo goditje që ndalet nga ana e Dajstinanit. Kontrollon portieri mjaft mirë. Tet minuta shtesë. Ndërkohë 65% me 35% mbajtja e topit. 4 goditje në kuadrat për skuadrën Rogozhina, asnjë për Tiranën. Ishte vetëm momenti pak çasteve më parë. 13-1 totali i goditjeve në favor të skuadrës Rogozhinase. Gruda me këtë pasim, Jahaja. Kalon dhe Tafasin, por shvendoset shumë në të majtë dhe më pas mbyllin lojtarët e Tiranës. Mundësi në krahun tjetër për kundër sulm Tabeku. Haxhiu, shvendoset nga qendra Haxhiu. Kërkohet Fernandes në krahun tjetër e dërgon atje topin. Fernandes.
Gjithë Fernandez vje kërësimi, mbyll Poçi. Goditja e 6 nga këndi është e vetmja e përsi që Tirana ka në kundërshtarit. Goditja nga këndi. Pacacijas në këtë këndore. Vjen Arkimi. Kjo goditje me kokë tape ku kërkohet topi prekur me dorë, vijon lojën gjyqtari, më pas Vera. Shohim Fernandez brenda zonës, Fernandez! Ky pasim largon edhe një herë tjetër Sota. Shohim edhe një tjetër, ky është momenti kur shkërkuar topi prekur me dorë, gjithçka rregull sipas gjyqtarëve. Valerianos mbyll mjaft mirë Pacacia avancon Pacacia, i the Pacacia, kërkon të liroj të majtën, vjen goditja jashtë kuadratit e Gjergjanit. Dajsinani në rivendjen fundore. Aleksi e tërgon brapa tek Dajsinani, provon të shqetësoj portierin tape ku me njerë shkon topi tek Jahaja. Shohim në këtë duel me Tolën Jahaja, provon kërësimin, mbyll Tola, Valerianos. Rafael. Fernandez brenda zonës, vjen Arkimi në shtyllën e dytë. Del jashtë vijave kufizuese, rivendjen fundore edhe një herë tjetër i takon topi portierit Dajsinani. Dajsinani, që lëvizjen e Melos, ndërhyn Leshi me kokë, ka mbetur i dëmtuar Leshi, detyruar të ndal lojën gjyqtari, pasi ishte një goditje në kokë ndaj Kleandro Leshit. Shohim edhe një tjetër. Ky është momenti. Fernando, minuta 77 luhet në Arena Ignatia. 2-0 kryesojnë vendasit. Golat e Burit dhe albaneze vendosin dy lojtarëve të ardhur gjatë merkatos së verës. Aleksi.
Këtë top që shkon pas nisin edhe njërë vëndasit të qojmë Jefferson në minuta e fundit e shtesës. Jefferson për Fernando, ky pasim vjen goditja, ja shkon Hajme ku e jem, nuk e gjem portën. Ka fallë, thot Lata, ndërhyrje ka buen ndaj Jefferson, goditje lirë për skuadrën e Ignatiës. Përfundon në këto momente dhe minuta e 8 e shtesës, të shohim nëse do të lejojë ende të luhet kryesori i kësaj sfide, Florian Lata. E mbyll këtu këtë sfidë, Ignatia fiton 2-0 përballë skuadrës së Tiranës, një ndeshje të dominuar totalisht nga skuadra vendase.